Po sa kushton Shën Valentini në Shqipëri? Shën Valentini nuk e shpiku dashurinë, por e ktheu atë në njësi matëse ekonomike. Çdo 14 shkurt, qytetet shqiptare vishen me të kuqe, vitrinat ndryshojnë, restorantet riformatojnë menut, agjencitë turistike paketojnë fundjava romantike dhe rrjetet sociale shndrohen në një treg paralel, ku dashuria duhet jo vetëm të ndihet, por dhe të duket. Në këtë kontekst, Shën Valentini funksionon si një mini sezon ekonomik që gjeneron të ardhura për disa sektor njëkohësisht. Kjo ditë vjen në një moment kur konsumatori shqiptar është më i kujdesshëm me shpenzimet. Ekonomia e Shën Valentinit nuk nis më me pyetjen sa kushton, por me pyetjen sa duket vlera që blej. Lulet janë simboli më i menjëhershëm i kësaj ekonomie. Ato janë të fotografueshme, të krahasueshme dhe të ndikuara nga importi. Sipas Instat, pesha neto e importeve të luleve dhe bimëve zbukuruese është rritur nga rreth 5.2 milion kilogram në vitin 2020 në rreth 9.53 milion kilogram në vitin 2025, një rritje prej afërsisht 83%. Në prag të Shën Valentinit, floristët nuk shesin vetëm lule, por paketa, kuti dhurata, shkartolina, tullumbace, kompozime të personalizuara. Çmimet për një buqet variojnë zakonisht nga 2.000 deri në 10.000 lekë. Nga buqetat e tavolina, shpenzimi zhvendoset te restorantet dhe hotelet. Ajo që blihet realisht është një përvojë ambienti, muzika live, menuja speciale, ndjesia e një mbrëmje ndryshe nga rutina. E sipas Instat, në qytete si Tirana, Durrësi dhe Vlora, ku oferta është më e gjerë, konkurenca është vendosur nga çmimi te paketa. Në skajin tjetër janë dhuratat e qëndrueshme, bijuteritë, orët, parfumet. Këto produkte bartin dhe një mesazh statusi. Argjendaritë raportojnë rritje të kërkesës për produkte të personalizuara, me çmime që variojnë nga 120 deri në 500 euro. Një pjesë gjithnjë më e madhe e çifteve zgjedhin të mos blejnë 1 cent, por një përvojë udhëtimi. Përkimi 14 shkurtit me fundjavën ka rritur kërkesën për paketa 2 ose 3 ditore. Brenda vendit, destinacionet më të kërkuara janë Vlora, Gjirokastra, Korça dhe resortet me spa, me çmime nga 150 deri në 300 euro për çift. Jashtë vendit, Roma, Milano, Venecia dhe Stambolli dominojnë listën, me kosto totale nga 400 deri në 700 euro për 2 persona. Një tjetër sektor në rritje është ai i kujdesit personal dhe spat. Paketat për Shën Valentin, shpesh të ofruara në çift ose të personalizuara dhe për meshkuj, nisin nga rreth 4.000 lekë për person dhe arrin në 6.000 lekë për çift në ofertë. Kjo prirje tregon se dhuratat po zhvendosen nga objektit e mirëqenia dhe përvoja. Në fund, Shën Valentini në Shqipëri nuk ka një çmim të vetëm. Ai varion nga disa mijëra lekë për një gest simbolik deri në qindra euro për një fundjavë romantike. Ajo që është e përbashkët është fakti se dashuria, edhe kur është emocionale, po blihet gjithnjë më shumë si përvojë e paketuar, e krahasueshme dhe e dukshme. Dhe kjo e bën 14 shkurtin jo vetëm një fest ndjenjash, por dhe një treg të mirëfillt ekonomik.